Sipas presidentes së Kosovës, vendimi për ditën e konstituimit të Kuvendit të Kosovës do të cilët brenda 2 ditëve. Zyrtarët e këtij institucioni kanë mohuar shkrimet në media që citonin jo zyrtarisht këshilltarët e presidentes Yahiaga se dita 18 korrike e premte do të jetë dita e konstituimit. Sipas tyre do të jetë një tjetër ditë. Sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi, presidenti e bazuar në afatet ligjore do të përcaktojë brenda 2 ditëve datën e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të parakohshme të përgjithshme në vend bëhet konstituimi i Kuvendit që hap rrugën për mandatimin e kryeministrit, thuhet në përgjigjen e presidencës. Gjithashtu stafi i presidentes nuk e ka sjellë përpara dilemës as presidenten dhe as vetveten për hapat e mëtejmë që kanë të bëjnë fillimisht me çështjen e konstituimit të Kuvendit dhe pastaj përcaktimin e afatit kohor për dërgimin e mandatarit në Kuvend. Dilemat e ngritura në media janë përpjekje të dëmshme për të ndërruar kursin e rrjedhës ligjore dhe logjike të veprimeve dhe vendimeve. Sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi, presidenti e bazuar në afatet ligjore do të përcaktojë brenda 2 ditëve datën e seancës konstituive të Kuvendit. Pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të parakohshme të përgjithshme në vend, bëhet konstituimi i Kuvendit që hap rrugën për mandatimin e kryeministrit, përfundon deklarata.